Korporata Shqiptare e Investimeve ka shtyr afatin për aplikimet për projektin e Pallatit të Kongreseve nga 26 janari në 16 shkurt. Projekti, pjesë e nismës së qeverisë për zhvillimin e pronave shtetërore me privatin, synon të tërheq investitorë që garantojnë financiarisht realizimin e tij, ndërsa shteti merr pjesën takuese. Gara parashikohet të zhvillohet në 2 faza, ku kushti minimal për ofertat është të ofrojnë jo më pak se 45% të sipërfaqes së zhvillimit të objektit multifunksional pranë Pallatit të Kongreseve, që mund të arrijë deri në 50.000 metra katror. Projekti përfshin rivitalizimin e Pallatit të Kongreseve dhe ndërtimin e një godine të re me përdorim të përzier, që do të funksionojnë në mënyrë të pavarur, por me harmoni arkitekturore dhe funksionale. Historikisht, projektet e zhvillimit me privatin në pronat shtetërore nuk kanë pasur sukses për shkak të negociatave të vështira dhe kushteve të larta, si sipërfaqja minimale 45% dhe risku financiar që i mbetet investitorit. Projekti i Pallatit të Kongreseve synon të krijojë një qendër të re, dinamike dhe me vlerë urbane në Tiranë.